Faleminderit zonja kryetare. Tani një përgjigje për Tauland Ballën që jam mbathi nuk është këtu. Se kam po prap përgjigjen do jap. Tauland Balla erdhi këtu me një dokument fake, totalisht fake, tha vendim gjykate, jemi dënuar, partia Mundësia është dënuar me vendim gjykate. Tani do ju tregoj tani po ju tregoj për çfarë bëhet fjalë. Ky është vendimi. Në datën në fillim të gushtit, fund korrikut, pasi ishin bërë zgjedhjet në Shqipëri, vin një inspektor i komisionerit të drejtave të informimit dhe mbrojtjen e dhënave personale, që me që rafjala, që t'i sqarojmë qytetarët që na ndjekin, është thjesht një ish kolegu juaj që ishte ulur këtu para disa vitesh në radhë të Partisë Socialiste dhe tani e kanë akomoduar, i kanë dhënë një institucion të pavarur, Gjoja, apo jo ministre, të pavarur. I pavarur, po një ish kolegu juaj. Tani, ky zotëria vjen e thot, ka patur një ankesë, thot, të një qytetare nderuar, ka bërë një ankesë, ka tha që partia Mundësia më ka dërguar një email. U ankua sepse ne si parti Mundësia i kishim dërguar një email, ndërkohë me pritje të Taulantit, por s'po vjen, i kishim dërguar një email duke ftuar të votonte për ndryshimin, të votonte për partinë Mundësia. Është aktivitet elektoral. Dakord? Tani pikërisht, po ne këto mjete kishim në fakt. Tani, ajo që bën përshtypje në fakt dhe duhet të shqetësoj qytetarët shqiptar, është që ndërkohë që ky institucioni Gjoja i pavarur nga një deputet, i drejtuar nga një deputet i Partisë Socialiste, për të cilën Tauland Balla vjen këtu edhe tund si flamur, kur Edi Rama i doli për zot listës së patronazhistëve me miliona të dhëna mbi qytetarët shqiptar, me çdo lloj të dhëne, ky institucion i pavarur nuk kishte asnjë problem. Nuk i shkoi Partisë Socialiste, por u mor me opozitën, me një parti të re opozitare. Nëse kjo ishte sa për sqarim, se nuk do merrem me këtë. Në fakt do merrem me këtë tjetrën. Kurse kjo këtu, ky është një përgjim i Spakut, ku Ermal Beqiri i shpjegon Ergjys Agazit se sa të rëndësishme janë informacionet që ata kanë marrë tek Akshi, informacionet e qytetarëve shqiptar. Dhe nga që Ermal Beqiri merr vesh nga informacioni, dhe i thot, informacioni është gjë shumë e madhe se numrat, se parat që ne kemi marrë. Informacioni, i thot, edhe Ergjys Agazi i thot, i thot, se habitet nga kjo gjë. Tani, këta dy individët janë kapur nga Spaku bashkë me drejtoreshën e Akshit që vazhdon të jetë në detyrë, janë kapur duke vjedhur paratë e qytetarëve shqiptar, duke vjedhur të dhënat e qytetarëve shqiptar. Ju rini këtu e talleni, por ju nuk e keni idenë se sa dëm i madh është ajo që ka ndodhur në Aksh. Ju nuk e keni idenë se sa do thotë të kesh në databazë, të kesh të dhënat e çdo qytetari shqiptar, nga se vuan, cilat ilaçe merr, çfarë vizitash ka bër, çfarë analizash ka bërë. Çdo qytetar shqiptar, të dhënat shëndetësore që të kanë bëjnë me shëndetin ton, janë në duart e një bande kriminale. Kjo duhet na shqetësoj. Janë në duart e një bande kriminale, të bandës tuaj në fakt, të bandës të lidhur me pushtetin tuaj. Kjo duhet na shqetësoj, dhe kjo duhet të shqetësoj në fakt, dhe jo të vini këtu dhe të talleni. Jeni bërë para disa vitesh kur unë kam hyrë në politik, në 2017-ën, Partia Socialiste kujdesej, pavarësisht se kishte dalë boja, kujdesej të paktën formalisht që mos të dilte në krah të korrupsionit, në krah të korruptuarve. Tani, pas 7-8 vitesh sa jemi,
Juve u ka dalë edhe boja, nuk u bën më përshtypje. Jeni këtu në mbrojtje të Belinda Ballukut, ndërkohë që Spaku e do të arrestuar, ndërkohë që Spaku ka kërkuar pezullimin e saj nga detyra. Jeni këtu duke mbrojtur të korruptuarit. Ju ka dalë boja, nuk keni më turp dhe vini dhe talleni. Ndërkohë, qytetarët shqiptar, të cilëve ju ja keni bërë jetën të pamundur në Shqipëri, kanë patur vetëm një mundësi, të largohen nga Shqipëria. Kjo është, vazhdoni dhe talluni, por ta dini që u ka ardhur fundi, u ka ardhur nga drejtësia, ashtu si qeshni ju këtu, qeshte Gjaçka, por nuk e shoh më të qeshi Gjaçka këtu. Kështu si qeshni ju, qeshte Erion Veliaj, por nuk është më këtu të qeshje të tallet me çfarë themi ne kur flasim për hallet dhe për shqetësimet e qytetarëve. Ashtu qeshte dhe Belinda Balluku, po i ka ikur buzëqeshja e Belinda Ballukut. E keni parë, ju që jeni thjesht vegla të Belinda Ballukut, ish drejtor të Belinda Ballukut që vjeni këtu dhe e mbroni, nuk nderoni veten me këtë sjellje, duke mbrojtur të korruptuarit. Faleminderit. Zoti Shejaj, po nuk patët një fjalë vetëm me falënderimi për bashkëpunimin me Italinë. Meqense keni jetuar dhe shumë vite vetë andej dhe keni një eksperiencë shumë të madhe me Italinë. Fjalën e ka zonja Sara Mila. Fjalën e ka zoti Balla për replik. Hajde gone tash unë po. Falë zonja Mila vetëm për replik, se Tani këte keni bërë... Jo, nuk e kemi bërë... Tuaj private, zonja kryetare. Para ju jeni kryetare, por nuk keni aty vërejtë urrejtje se çfarë temune për çfarë flasë. E dyta, është skandal. Është skandal. Shtoj drejt, për çfarë është drejt? Ti që po kot sikur, ty sikur dhem shpirti ty. Ti ç'ke bërë ti mos fol. Për replik, ja jepni fjalën për replik, ta unë... Po, a ma përmend emrin mo. A ma përmend emrin mo. Po si të shmenduri, mo? Ajo zonja atje nuk është shumë me qërejt e mua, për të treguar punimet. Zonja kryetare. Jo, po asës. Kryetarja e se Zhvishuni, thot. nuk e një puni me çfarë të mund. Se s'folët për këtë. Një sekundë, se nuk mos ma matë kohën, se... E mbarove videon. E mbarove videon. Zoti Shejaj, e mbaruat videon. Zoti Balla, keni fjalën për Ku është replik. ky kameramani Gonit? Ama, kape këtë. Ku e ke atë kameramanin tani, e bëre një video. Se pash edhe njërës që po i dhimte shpirti për ty Gone, edhe e di se sa mirë sill ajo kur drejton dhe ajo dikur kuvendin, edhe them drejtën u preka dhe unë shumë nga. Tani më përmend emrin atje dhe më the unë Agron nuk flas kur pa letra përpara, nuk dal atje pa asnjë letër përpara. Gjithmonë mbaj një letër përpara. Kam një vendim këtu, Goni, kam një vendim që je dënuar me gjobë 10.000 euro për rrjedhje të dhënash personale. I ke shkruar njerëzve dhe nuk kam akuzuar vetëm unë, të ka akuzuar edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noga, që i ke vjedhur të dhënat e antarëve të Partisë Demokratike. E ka thënë ti që të erdhi keq Flamur Noga këtë apo jo? E ka thënë, i ke vjedhur të dhënat, na jep të dhënat e partisë. Kaq të thashun, vendimin ja ku e ke, kur të duash, sa herë të duash, hajde fol. Ajo që tha kryetarja e kuvendit ishte me shumë vend dhe ti duhet i thoje më fal, edhe faleminderit. Unë nuk i di të tjerët, po ti je i vetmi qytetar në këtë sallë që ke 2 pasaporta, edhe pasaportë italiane, edhe pasaportë shqiptare. Dhe më mirë se kush do tjetër, ti duhet ish ai që të vihet flisje këtu dhe thoje, ja pra një marrëveshje shumë e mirë që flet edhe për diasporën shqiptaro-italiane që jeton në Itali, edhe për diasporën italiano-shqiptare që jeton në Shqipëri. Kjo është e vërteta. Faleminderit. Zonja Mila, keni fjalën, lutem.